me gazetarët, ndërkohë shfaqet zoti Berisha. Ndjeki Tirana në tërë ekzistencën e saj shih triumfi si marshi juaj sot. Kjo datë 28 shkurti do të shkruhet, do të gdhendet me germa të arta në historinë e kryegëritjes paqësore të shqiptarëve kundër narkoshtetit. Për 3 orë, marshi i juaj ishte marshi i fitores, ishte marshi i shqiptarëve, i dignitetit, i guximit, ishte mesazhi më i shkëlqyer që ju i dërguat çdo shqiptari. Ishte mesazhi më i madh që u dërguat miqve tanë në Europë dhe në botë. Ishte të merri, i kallë të merri dhe datën narkodiktatorit Edi Rama, qytetar dhe qytetare. Gjatë në marshime sipër, agent të infiltruar të policisë kriminale. Bravo. Mashtruan kryengritësit se në shtëpinë e ish diktatorit banon Edi Rama. Dhe kjo ngjalli një revolt të pakufishme dhe bëri që ata t'i përvishën asaj banese. E gjithë beteja ishte shpërthim urrejtje ndaj Edi Ramës dhe jo ndaj ndërtesave. Por Edi Rama nuk banon të aty miq. Edi Rama banon të tek vila me Mesheut. Prandaj Edi tani fut jo një agent, po dhe 120 agent po të fusish, nuk do mund të devjosh ma. Të dim ku je, në Surrel ose tek vila me Mesheut. Kjo është të vërteta. Për sqarim, për të tjerat, ju i pat vetë madhështin e protestës e revoltës tonë paqësore, rrugaçrik e Ilir Prodës dhe Sokol Bishgës, 2 vasal mercenar të Edi Ramës, të cilët do kenë fatin e tij. Miq, korrëm një fitore tjetër sot. Arritëm një rekord të ri në protestën tonë. Çka do thot, asgjë s'ta ndal ne pa hedhë Edi Ramën aty ku e meriton, në koshin e plehrave të historisë. Denoj me forcën më të madhe, dhunën jashtë çdo lloj shkaku të përdorur ndaj protestuesve. Me urdhër të Edi Ramës, është agresuar në mënyrë personale Luciano Boçi dhe janë përpjekur që t'i krijojnë probleme serioze me syt. E pa dhe vetë, në një kohë kur ne po rrinim të qetë, topat e ujit Edi Rama i drejtoj deri Sali Berisht, po i them se e i pa shpresë o budalla. O langaraq, ku ka topa që mi kundin mumër, që ata ta tregojnë mirë. Berisha si do të vijoj Pra,
absolutisht do vjoj e pandashme, e fuqishme gjërë fitore. A i shep këta këtu. Në qofë se unë u them tani, për 25 minuta këta janë surrejnë. Mos, po e kom shumë qartë atë unë. E kom qartë, po pse kot, jo më ja, unë kam besim plot të kjo. Tek guximi juaj, tek qendresa juaj. Ndaj dhe një mirënjohje. Një mirënjohje për këtë marshim. Kryengritës paqësor, Tirana nuk e ka pa ndonjëherë. I dha Tiranës një vitalitet, një besim, një guxim që kishte shumë nevojë. Tani të gatshëm na pret kryengritja tjetër. Ne nuk ndalemi. Bota shqiptarët këte presin nga ne. Miqtar në Europë dhe në botë këte presin nga ne. Edi Rama, vrimin e miu. Ke ku futesh. Protest në radhës do t'ja u njoftojmë shumë shpejt. Bravo! Ja, sa më shpejt. Bravo! Bravo! Tani do jetë forma që ta të nëroj më shumë Edi Ramën. Kjo do jetë forma që ta të nëroj më shumë. Ju e pat vet se si ishe bërë gjysmë mejt tek bënte vetë mbrojtjen në bangun e akuzës. Ju garantoj o miq, se siç përcollëm Lubin, do përcjellim Ramën ne. Po, nuk ka ku të shkoj. Po, pse, çfarë ka? Bravo, hajde pak këtu. Hajde, Ylli, ky është superstari i marshimit. Sot, prania e trive, e adoleshentëve dhe trive ishte kampion. Ata ishin që është të vërteta balli, energjia, guximi i marshimit, kryengritës. Bravo. A kishit ju djeni që kishte artist brenda ish-zhvillimit të diktatorit Hoxha, sepse nga rrjetet sociale ka pasur artistë huaj të cilët sepse nga rrjetet sociale ka patur artistë huaj të cilët kanë publikuar pamje nga sulmi me Molotov brenda vilës ish-diktatorit Hoxha. Tani do më falish. Tani të them të vërtetën, për trashëgiminë e Enver Hoxhës nuk mund të kam zero respekt dhe preokupim. Por, Prishti. Por, pyeta çfarë ndodhi. Dhe më thanë, ca njerëz me kostume të murme, me uniforma të agentëve të policisë kriminale, u thonë protestuesve se këtu tani banon Edi Rama. Dhe ata ju këthyrë. Pra, ato fishek zjarë që u hodhen aty, ishin kundër Edi Ramës, urrejtje për Edi Ramën. Në fakt Edi Rama nuk banon të aty, se e sjarova,
banonte tek vile me messhehut. Nuk ka pasur një plan para prak. Zoti Berisha, Keni nuk një ka ndjes pasur një për plan atë para artist prak. tuaj për shembull që mund të kenë qenë aty? Apo Urdhë? keni një ndjes për atë artist tuaj që mund të kenë qenë aty? Po kush ishte thuaj aty? Çfarë thuaj? Ç'fund kanë thuaj atë në atë vit aty? Është rezidencë për artistë muaj Zoti Berisha. Kush tha? Ka ndryshuar destinacione. Nga do të vinë që përdorin nga shteti tashmë përdorin për artistë muaj. Me asgjë në botë Edi Rama nuk retushon dot figurën e Hitlerit shqiptar të paslushtës. Zoti Berisha keni qenë për disa vite në pushtet. Pse nuk e keni shembull atë vit më herët? Dhe çdo Jo, ajo tjetër të Everhotës. prit një minutë. Por i ktheheshin, jo, unë kisha